Mjeku që ditë botën, uthulla e mollës trajton këto 5 probleme. Ja kush duhet ta përdor. Uthulla e mollës, sidomos nëse është të moshtë, mund të përdoret për të trajtuar një sër probleme shëndetësore dhe kohët e fundit ajo përdoret pothuajse në të gjitha recetat natyrale për maskat e fytyrës, flokut, gjithashtu dhe shëndetit. Ajo po merr përdorim të gjerë edhe në receta natyrale, madje edhe në pastrimin e shtëpisë. Ja disa nga përdorimet më të veçanta të uthullës së mollës të renditura sipas Healthline, të cilët mund të ndryshojnë gjithashtu edhe perspektivën tuaj. Ajo mund të jetë një ndihmë shumë e mirë, sidomos në rastet kur keni dhimbje të fytit. Uthulla për shkak të vetive të saj antibakteriale dhe antifungale ka aftësinë të luftojë mikrobe dhe dëmet të shkaktuara të saj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në një gotë me ujë të ngrohtë, hidhni 2 lugë uthullmolle, përdoreni këtë metodë në mënyrë gargare dhe dhimbja e fytit do të reduktohet vërtet ndjeshëm. Përfitimet e saj do të jenë të menjëhershme. Lehtësoni gjithashtu edhe problemet me tretjen. Nëse keni probleme të theksuara me tretjen, provoni të pini një gotë me ujë të vakët me një lugë çaji uthullmolle. Kështu do të lehtësoni problemin e tretjes dhe do të përmirësoni gjithashtu edhe problemet e dispepsisë. Uthulla e mollës mund të jetë një lehtësuese shumë e mirë e problemeve të sinuseve. Uthulla e mollës është e pasur gjithashtu me vitaminën B, vitaminën E, kalcium, kalium, mangan, magnez e të tjera. Të gjitha këto elementë do të kthehen në aleate të vërteta të organizmit tuaj në mbrojtjen kundër komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së organizmit. Vetëm siguroni t'i konsumoni me kujdes dhe në formën e tyre natyrale, në mënyrë që të mos keni ndikime negative. Uthulla e mollës është një produkt fantastik që mund të përdoret edhe nga ata persona të cilët kanë probleme me zbogthin. Nivelet e larta të acidit tek uthulla e mollës do të balancojnë gjithashtu pH-in e kokës dhe parandalojnë në mënyrë të rregullt rritjen e mikrobeve dhe bakterieve maja. Kombinimi i një gjysmë filxhani uthullmolle në një gotë me ujë dhe shpëlarja e kokës me këtë përbërje mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë për persona të cilët kanë shqetësime me zbogthin. Uthulla e mollës mund të përdoret si një ndihmë lehtësuese kundër problemeve të lythave në lëkurën tuaj. Me një copë pambuku, lyeni lythat 2 ose 3 herë në ditë derisa ato të zhduken të rësisht. Uthulla e mollës është një alternativë shumë e mirë për të larguar erën e keqe nga këmbët. Në një legen me ujë të ngrohtë, hidhni një filxhan uthullmolle. Kjo metodë do ju ndihmojë dukshëm në largimin e erës së keqe të këmbëve dhe gjithashtu reduktimin e papastërtive të thonjve. Kjo metodë jo vetëm që do të largojë gjithashtu erën e keqe nga këmbët, por do ju ndihmojë që të keni edhe thonjë më të shëndetshëm. Gjithashtu uthulla e mollës mund të përdoret edhe për të larguar aromat e këqija nga shtëpia. Në një shishe sprutsuese hidhni gjithashtu një filxhan me uthullmolle dhe e tresni në ujë. Kështu spruconi të gjitha ambientet e shtëpisë dhe do të largoni papastërtitë e saj dhe do të reduktoni edhe erërat e këqija që mund të kenë në objekte të ndryshme të shtëpisë. Spruconi të gjitha ambientet me erë të keqe me këtë përbërje dhe gjithashtu ndikimi i saj do të jetë i menjëhershëm në largimin e papastërtive dhe sigurimin e një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj. Përdorimi me kujdes dhe në formën natyrale gjithashtu mund të jetë një përzgjedhje dur ushqyese në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Ekspertët thonë se uthulla e mollës është një prej zgjedhjeve më të mira për mbrojtjen e shëndetit. Ajo është e pasur me element të mirë ushqyes në reduktimin e këtyre komplikacioneve dhe gjithashtu rritjen e rezistencës së organizmit. Përbërësi kryesor aktiv i uthullës së mollës është acidi acetik që jep asaj një formë dhe një aromë të fuqishme, duke e kthyer atë në një prej produkteve më mbreslënse në dobi të shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Studimet nxjerrin në pas se ky acid është përgjegjës për përfitimet e saj të shëndetshme, pasi përmban 5 deri në 6% acid acetik. Uthulla e mollës është një produkt fantastik në largimin e bakterieve të dëmshme. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në largimin e patogjenëve dhe disa llojeve të ndryshme gjithashtu, duke ju siguruar gjithashtu një mbrojtje më të mirë për organizmin në betejën kundër problemeve siç është Escherichia coli. Uthulla e mollës
mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për persona të cilët duan të humbasin edhe kilogramet të tepërt në trup në mënyrë krejt natyrale. Ulontimet kanë treguar se uthulla e mollës mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në rritjen e ndjesisë së ngopjes, duke u bërë që të konsumoni më pak kalori gjatë ditës dhe duke u kombinuar me një aktivitet të mirë fizik, do ta keni më të lehtë të reduktoni kilogramet e tepërt dhe të përmirësoni gjithashtu shëndetin tuaj të përgjithshëm. Uthulla e mollës është një prej alternativave më të çmuara ushqyese edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj kardiak. Problemet e zemrës janë shkaqet kryesore të humbjes së jetës, të cilat mund të mbahen nën kontroll me përdorimin e rregullt të uthullës së mollës. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit total, triglicerideve, lipoproteinave dhe dëndësisë më të ulët të lipoproteinave me dëndësi të lartë, sipas vlerësimeve dhe ulëntimeve të viteve 2020. Uthulla e mollës do të përmirësojë dukshëm gjithashtu shëndetin tuaj të lëkurës, duke e kthyer atë në një prej produkteve më të pastra ushqyese për lëkurën dhe reduktimin e shenjave të saj. Uthulla e mollës mund të përdoret si një terapi për problemet e lëkurës dhe ekzemat e saj. Lëkura ka një aciditet të lehtë nga natyra, megjithatë mund të krijojë probleme në përditshmëri. Ndaj në këtë ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i uthullës së mollës që do t'jap rezultate fantastike për aplikimet e saj të rëndësishme. Vetëm siguroni ta përdorni si duhet dhe përditshmëria juaj do të jetë ndryshe. Uthulla e mollës, e përdorur si duhet në dietën tuaj, do të jetë një nga mundësitë më të çmuara që lëkura mund të ketë në mbrojtjen kundër këtyre komplikacioneve. Uthulla e mollës duhet të përdoret me kujdes dhe nëse merrni medikamente përpara përdorimit, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Kur tretet në ujë në raportin 50-50, shpesh ajo përdoret si tonik për fytyrën. Do të jetë më e kujdesshme përdorimi i saj në lëkurën e fytyrës, sidomos edhe nëse jeni alergjik, por përfitimet që do të keni kundër akneve do ta bëjnë atë një prej përzgjedhjeve më të mira që mund të jepni shëndetit të lëkurës në reduktimin e shenjave të ndryshme. Ekspertët e cilësojnë uthullën e mollës si një produkt mjaft fantastik që mund të reduktojë problemet e shenjave të lëkurës. Dushi nga uthulla e mollës do të reduktojë edhe djegjet e lëkurës duke ju ndihmuar të keni një lëkurë të përcosur dhe gjithashtu edhe më të mbrojtur, duke neutralizuar gjithashtu edhe dëmtimet e saj. Uthulla e mollës është një produkt fantastik kundër problemeve të infeksioneve kërpullore, kështu që uthullën mund ta vendosni në pjesë të trupit ku keni më shumë kërpulla, si për shembull myku në këmbë ose thonjtë të mykur, të cilët do mbahen nën kontroll me përdorimin e uthullës së mollës dhe do të jetë një ndihmë shumë e mirë në reduktimin e papastërtive të saj. Ekzistojnë shumë përdorime të uthullës së mollës, të cilat nëse ndiqen me kujdes dhe në mbikëqyrjen e një eksperti, do të kthehen në një zgjedhje mjaft të mirë fantastike në dobi të shëndetit. Gjithashtu ajo është një aleate shumë e mirë e organizmit tuaj që mund të përdoret në sallata ose e holluar me ujë si një përzgjedhje mjaft e mirë ushqyese për organizmin. Konsiderohet se uthulla e mollës do ju ndihmojë dukshëm në uljen e elementëve të zbogthit. Disa njerëz rekomandojnë aplikimin e uthullës së mollës në flokun tuaj si një përzgjedhje mjaft e mirë fantastike kundër problemeve të zbogthit. Për sa kohë përdoret me kujdes dhe në formën e saj natyrale, uthulla e mollës do të jetë një përzgjedhje e duhur ushqyese në dobi të shëndetit tuaj të flokut. Vetëm sigurohuni që flokët i pastroni si duhet dhe në formën e tyre natyrale, në mënyrë që uthulla e mollës t'i japë rezultate më të mira dhe fantastike. Uthulla e mollës mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të ndryshme që i kanosen shëndetit të lëkurës. Konsiderohet si një përzgjedhje e mirë natyrale kundër akneve dhe shqetësimeve të lëkurës. Vetëm sigurohuni ta aplikoni atë si duhet dhe kështu përfitimet e saj në shëndetin e lëkurës do të jenë vërtet mbreslënse. Sigurohuni që uthullën ta keni përzgjedhjen tuaj më të mirë natyrale dhe gjithashtu ndikimet e saj në mbrojtjen e lëkurës do të jenë të frutshme dhe gjithashtu do të parandalojnë një sërë shqetësimesh. Nëse merrni medikamente, përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me specialistin për të evituar gjithashtu edhe gabimet ose kundrindikimet që mund të kenë me njëra tjetrën. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.